Mirëdita nxënës, mirë se erdhët në e-klasa. Unë jam mësimdhënësja Gjyltene Suma, vi nga shkolla fillore Liria, Shkop. Njësinë e sotshme që do ta mësoni nga lënda e kimisë është atomet, molekulat dhe substancat e thjeshta. Qëllimet e orës mësimore të sotshme janë: nxënësit të kuptojnë se elementet përbëhen prej atomeve, të përshkruan strukturën e atomit si bërtham me elektrizim pozitiv të rrethuar prej elektroneve me elektrizim negativ, të dallojnë substancën e thjeshtë nga molekula, të paraqisin modele molekulare. Materiali i cili është i nevojshëm që të keni para vetes është libri, fletore, stilolapsi, tabela e sistemit periodik të elementeve dhe aplikacione me kompjuter. Nocionet apo temat kyçe të kësaj njësie mësimore janë: atomi, substance thjesht, molekul, bërtham, elektronet dhe modelet molekulare. Të përkujtohemi se çfarë kemi mësuar deri më tani. Nga njësia që e kemi pasur teoria e fermiave, të cilën e keni mësuar më herët, e kemi pas se aty shpjegohen se si sillen substancat, radhitjen e fermiave në tre gjendjet agregate, duke e pas parasysh se dallimi në mes tre gjendjeve agregate ishte që radhitja e grimcave apo e fermiave ishte në mënyrë të ndryshme të radhitur në tre gjendjet agregate. Dhe çdo materie është e përbërë prej grimcave. Më poshtë shihni disa figura të cilat janë paraqitur ku kemi shkopthin e një metali. Nëse këtë një metal, për shembull, e presim në copa më të vogla dhe prej atij metali do të fitojmë një tallash, të themi, të hekurit, një plur hekuri, apo duke i ditur sidomos në jetën e përditshme se cilat janë veti të hekurit që janë me veti magnetike dhe përbërjen e tij, atëherë do të fitojmë grimca shumë të inta që kanë dallim nga shkopthi që e kemi parë më parë, shkopthi metalik. Në këtë rast, nëse i shohim këtë tallash hekuri, shohim se këto do të fitojmë grimca shumë të vogla, e ato grimca shumë të vogla, të cilat nuk mund t'i shohim me sy dhe nuk mund t'i shohim në mikroskop, janë atomet. Atomi, për shembull, atomi i hekurit, që është i paraqitur në figurën e dhënë. Kjo do të thotë se atomi, për herë të parë termin atom e ka përdorur filozofi Demokriti dhe Leukipi, e cila rrjedh nga fjala greke atomos, që do të thotë rrjedh nga gjuha, domethënë greke, atomos i pandar. Çka do të thotë ai i pandar? Se atomi nuk mund të ndahet, nuk mund të ndahet në copa më të vogla. Dhe prej kësaj shohim se, dhe vim në përfundim, që atomi paraqet grimcën më e imët e substancës, sipas shkencëtarit Bohr. Atomi është i ndërtuar nga bërthama, të cilën e shohim në qendër nga figura, bërthama e saj, ku në brendin e saj ka protonet me elektrizim pozitiv dhe neutronet neutrale, si dhe me mbështjellësin elektronik, të cilët paraqiten apo ndodhen elektronet me elektrizim negativisht të elektrizuar. Nëse e shohim atomin sipas Bohrit, duke e ditur nga ajo që kanë dhënë edhe shkencëtar tjerë më herët, zbulimin e elektronit, për shembull Thomsoni, Rutherfordi e ka dhënë modelin e ri të atomit, dhe shohim se në këtë mënyrë deri këtu, domethënë, ka ardhur në përfundim që ndërtimi i atomit është sot e mësojmë në këtë mënyrë. Elektronet të cilët lëvizin në mbështjellësin elektronik gjithmonë janë me elektrizim negativ, dhe në anën tjetër i keni të shënuara me minus, domethënë me negativisht të elektrizuara elektronet, këtu shenjën plus që shifni apo elektrizim pozitiv protonet, dhe neutrale, domethënë nuk janë të elektrizuara apo zero.
Substancat e thjeshta përbohen nga një lloj atomi të cilat nuk mund të shihen me sy apo me mikroskop. Pastaj do të shohim çka janë molekulat. Në radhë, më thënë, janë të paraqitura, e tash molekulat janë grupe të 2 apo më shumë atomeve të lidhura bashkë me lidhje kimike kovalente. Çka do të thotë kjo? Se në mes të tyre, mes atomeve kemi lidhje, e cila është një fishe, ajo lidhje quhet kovalente, ndërsa për lidhjen ionike më vonë do të mësojmë në gjysmëvjetorin e dytë se çka është lidhja ionike. Molekulat të substancave të thjeshta përmbajnë vetëm një lloj të atomit dhe ja ku i keni të paraqitura vetëm një lloj atomi. Në këtë rast e shihni atomin e hidrogjenit dhe atomin e heliumit. Dhe gjithashtu është një ndarje tjetër ku molekulat mund të jenë një atomike apo shumë atomike të njëjta, sikur që është rasti që është dhënë këtu figura me atome të njëjta të hidrogjenit edhe shumë atomike të njëjta si e squforit. Ndërsa të ndryshmet mund t'i shohim nga ndërtimi i dhënë i molekulës së metanit, ku në qendër të saj kemi atomin me të zezë që shifet, atomi i karbonit, i cili lidhet me 4 atome tjera, mund të lidhet që do të thotë se është 4 valent, dhe në këtë rast e kemi atomet e hidrogjenit me ngjyrë të bardhë të paraqitura. Në modelin e dhënë dhe të ndryshme e keni shembullin e dhënë molekulën e ujit, ku shohim se me ngjyrë të kuqe është oksigjeni, ndërsa me ngjyrë të bardhë 2 atome tjera e kemi hidrogjenin, nga ajo që rrjedh formula e ujit është H2O, që do thotë kemi 2 atome hidrogjen dhe 1 atom oksigjen. Pas kësaj mund të shihni edhe disa modele molekulare apo që paraqet lidhjen e atomeve në molekula. I shihni disa figura ku janë të paraqitura modele të ndryshme të atomeve, sikur që është e metanit, amoniakut, për shembull azotit dhe 3 atome hidrogjen, e kemi dioksidin e sulfurit, dioksid karboni dhe kështu me radhë. Nga kjo rrjedh se duni të dini nxënës që shihni me ngjyra të ndryshme atomet janë të paraqitura dhe në këtë mënyrë duni të mbani mend se atomi i karbonit, nëse e shohim figurën të metanit për momentin, atomi i karbonit ka 4 vrima të themi që mund të lidhet me 4 atome tjera. Në këtë rast metani, do të thonë, është i paraqitur si molekul dhe e shohim karboni me 4 atome të hidrogjenit i lidhur. Tek amoniaku, azoti është i lidhur me 3 atome të hidrogjenit, pastaj kemi dioksidin e karbonit, atomi i karbonit me 2 atome të oksigjenit dhe kështu me radhë. Dhe detyrë shtëpie do të keni që të formoni me ndihmën e plastelinës modele molekulare. Në këtu ju është paraqitur një model se si mund ta bëni në shtëpi me ndihmën e shkopthenjve të vegjël edhe me ndihmën e plastelinës, duke i parë ngjyrat, do të thënë më parë që i tregum që ishte modeli i metanit, modeli i dioksid sulfurit, dioksidi i karbonit, për shembull si gaz që e shohim, edhe amoniaku. Në këtë mënyrë mund ta bëni edhe juve detyrë shtëpie dhe të paraqitni në këtë mënyrë, do të thënë me ndihmën e plastelinës dhe shkopthenjve modele molekulare. Ju falemnderit dhe këshilla ime është që të mbani maskat dhe distancën. Miru takofshim deri në orën e ardhshme, ditën e mirë.